Të ka bërë të pasur farmaceutika? Sepse atë koncept në kanë krijuar pacientët tanë. Kush është farmacist, është i pasur. Ai i pasur ti gjegji. Nëse do të vlerësojmë në vlera monetare, unë nuk do ta sqaroj asnjëherë ashtu. Mund të bëhesh i pasur farmacist, mundesh se mund të lozësh rolin e tregtarit, por unë ta siguroj që ditë pas dite, ti do psohesh shpirtërisht, do psohesh ana emocionale gjithmonë fillon dhe bëhet më e dobët, sepse ti do apo nuk do lidhesh me pacientin. Bashkëjeton me të, me vuajtjet e tij, me historikun e tij dhe sidomos ne që jemi farmacistave afër lagjeve dhe jo qendrave spitalore, e kemi pak më të lidhur pjesën me pacientin, jemi më afër tyre. Dhe kjo nuk e harron pasurinë nëse do të bëhesh i pasur përpara kësaj gjëje që ty të ndodh. Ndaj të njëjtin mendim edhe me ty, sepse të jesh pas banakut, të qenurit, i pasur shpirtërisht dhe i mbushur në fund të ditës kur del i vlerësuar nga fjalët e pacientët në kurimin që ti ke dhënë, në këshillat që ti ke dhënë, apo edhe në diskutime që ti ke dhënë pacientit, është një pasuri e pachmueshme. Është një pasuri e pachmueshme të cilën nuk mund ta gjesh kudo. Dhe këtë në fakt ka dhe puna jon. Këtë pozicion ka puna jon, të cilën ne shpeshherë e bëjmë me plot dashuri. Jemi në shërbim të shëndetit të pacientit.